Skuadra kuqeblu e drejtuar nga trajneri Nikolin Leka së bashku me ndihmësit Radiola Raxhimi dhe Fabiola Rexhepi ka mbyllur përgatitjet në tokën çipriote me besim dhe optimizëm për një rezultat pozitiv. Gjatë seancës së fundit, stafi teknik është fokusuar në detajet taktike, organizimin e lojës dhe situata standarde, në përpjekje për të qenë sa më konkurrues përballë kampioneve të Slovakisë. Gjendja e ekipit paraqitet e mirë, ndërsa vetmja mungesë mbetet sulmuesja amerikane, e cila u dëmtua gjatë fazës përgatitore në Puk. Pjesa tjetër e futbollistëve është në dispozicion të stafit teknik dhe ka zhvilluar normalisht stërvitjet, duke krijuar një atmosferë pozitive në kampin kuqeblu. Për vllaznin, kjo sfidë përfaqëson një tjetër provë të rëndësishme në arenën evropiane. Kampionët e Shqipërisë synojnë të konfirmojnë nivelin e tyre ndërkombëtar dhe të bëjnë një paraqitje dinjitoze në një kompeticion ku prej vitesh janë përfaqësueset më të suksesshme të futbollit shqiptar për femra. Stafi teknik dhe futbollistët besojnë se puna e zhvilluar gjatë fazës përgatitore si në Shkodër ashtu edhe në Puk do të reflektohet në fushën e lojës. Përkushtimi i grupit dhe eksperienca e fituar në pjesëmarrjet e mëparshme në Europë konsiderohen element të rëndësishëm për të përballuar një kundërshtar cilësor si Spartak Mijava. Ndeshja mes Vllaznisë dhe Spartak Mijavës do të luhet këtë mërkur në Çipër me start në orën 20:30.